Me ardhjen e pranverës, kujdesi për lulet dhe bimët shtohet edhe nga të rriturit, por këtë javë kjo stinë e bukur frymëzoi voglushët e klasës së parë të shkollës 9-vjeçare Serveta Golli në Buçimas të Pogradecit të mbillnin fidan të rinj. Ata të udhëhequr nga mësuesja e tyre, Bilkena Selvia, dhanë shembullin e të bërit gjëra të vogla me dashuri të madhe. Mbillja e fidanëve kultivon tek nxënësit jo vetëm kujdesin për natyrën, por edhe mirësinë e të vepruarit në grup dhe dëshirën për të bukurën. Do të kujdesemi për ju derisa të rriteni, e do të rritemi së bashku, shprehen voglushët e klasës së parë për mbilljen e fidanëve. Mbill një pemë, shpëton një jetë, mbro mjedisin, mbill një lule. Bashkëpunimi me prindrit i dha vijshmëri kësaj veprimtarie mbreslënse, sepse ishte mbështetja e tyre për blerjen e fidanëve, një nismë e bukur që duhet pasuar edhe nga shkollat të tjera të Pogradecit. Nuk ka gjë, ai sel është vetëm një letër e vogël, pastruesja do vi ta pastroj. Po si kur të gjithë mendojnë, oborit në të mbushet pët me plira, me letra. Ndoshta ke të drejtë, por tani nuk ka shumë njerëz. Obori do të mbushej plot me letra dhe nuk është mirë që ta ndodhi mjedisin. Ashtu ishte ti, është vetëm një letër e vogël. Ke shumë të drejtë, mora mesazhin që doje të më jepje, po hajde të mbledhim bashkë dhe të hedhim te koshi.